në një klinikë e cila gjatë këtij mandati ka përjetuar një transformim rrënjësor, duke përmirësuar jashtëzakonisht edhe trajtimin e pacientëve, por gjithashtu edhe kushtet për mjekët specialist, infermierët dhe stafin në përgjithësi. Klinika e onkologjisë është klinikë shembull në Republikën e Kosovës, por madje edhe në rajonin e Ballkanit. Me këtë rast duhet përmendur që fillimisht është rritur numri i shtretërve, kanë qenë vetëm 45 shtretër, tash janë 110 shtretër, pra kemi më shumë se 2 fishim të numrit të shtretërve, por arsyeja pse ndodhemi sot këtu është investimin e këtë bunker me hapësirat përcjellëse në vlerë të gjithë mbarshme prej 2.7 milion euro, përfundimi të cilit është bërë në një kohë rekord për vetëm 5 muaj. Shtetet e tjera shumë më të zhvilluara se Kosova, edhe në Evropë, kanë marrë kohë deri në 12 muaj për realizimin e kësaj që është bërë në Kosovë për vetëm 5 muaj. Akseleratori është në vlerë të gjithëmbarshme për 1.6 milion euro dhe gjithashtu është i pajisur edhe me sistemin e avancuar SIRAD, siç mësova nga mjekët këtu, që mundëson saksi maksimale për rrezatim. Brenda një periudhe relativisht të shkurt po e montojmë akseleratorin e tretë në këtë klinik, një akselerator modern dhe i cili do t'ju shërbej të gjithë qytetarëve për trajtimin e tyre me rrezikë dhe në anën tjetër nuk do të ketë fare më listat pritjes. Unë nuk mund të paramendoj një dhuratë më të mirë edhe për ministrinë, edhe për stafin, e sidomos për pacientët që kanë prit më herët, sesa një akselerator të tillë për fundin e vitit të ri. Do të vazhdojnë investimet në klinik, do të vazhdojnë investimet edhe në klinika tjera, në mënyrë që qytetarët tonë të marrin të gjitha shërbimet pa pasur nevojë që të kërkojnë këto shërbime jashtë institucioneve publike. Përndryshe, klinika e onkologjisë tani më është bërë shembull në këtë drejtim dhe shumica e pacientëve më as që mendojnë që të dalin jashtë Kosovës për të marrë këto trajtime, pasi që në pjesën më të madhe të tyre, në fakt jemi edhe shembull edhe për disa vende tjera për marrjen e këtyre trajtimeve. Që këto 5 vite vërtet kanë bërë investime madhore në klinikën e onkologjisë dhe ato shifën preken çdo ditë dhe kjo ka bërë që klinikën e onkologjisë ta vënë në një pozitë shumë të mirë në kuptim të trajtimit të pacientëve me sundje malinje të triturit dhe një nevojë kahmoqme dhe domosdoshme për trajtim kualitativ. Jo vetëm kjo, por edhe shërbime tjera të cilet ne i kemi funksionalizuar në klinik, duke filluar edhe për shërbimit të drive terapisë, edhe digitalizimit të klinikës onkologjisë, e cila hapmasapi po përmirësohet edhe më shumë, e ka letuar në masë të konsiderueshme trajtimin korrekt, adekuat të pacientëve tonë. Pajisja e tretë, e cila është instaluar sot, vërtet shënon një faqe të re në trajtimin e smundjeve kanceroze me teknikat e reja të avancuara të rrezatimit, siç është ajo IMRT, VMAT dhe stereotaksi, dhe pacientët cilët kanë nevojë për këto trajtime